Asin me telefon që ashtu po dojnë, që ashtu po karabethën. Për para, s'ka pasë, jo përdua, jo s'përdua. Për për marë 10-12 edhe po shkatërohet, për lenë 2.000 dhe hajtë 2-3. Për lenë 2-3.000, s'pë më duke, për shkoj për marë qetërin. E ka po lidhin me to? Po njën, mësa jam njoftë na me marë kreta, atëherë agon ma mirë, ka pas shije tash për merë rubën, për shkoni janë deti, janë në hotel, edhe u kryi një punë. Atëherë agon ma shije agon. Jo brebi, nuk e divin ku ma faje, për nën 15 djetë edhe për dojnë, s'më më duket, valla. Jo s'më më vjen burri, për një në dypë që s'më vjen burri, për një në thmine për shkoj në gjeti. Sa aja regulore. Për drejta kemi lypë demokraci, gratë kanë fitu demokracien. Burat s'kanë kur për demokracia heqë. A i foli edhe për ikjen e të rinjve nga Kosova, duke thënë se janë të vetëdijshëm edhe qeveritarët, dhe thotë se për shkak të kushteve të mjerueshme detyrohen që të ikin për një kafshat buke. Qazimi shprehet se udhëhecit politik janë fajtorit kryesor për gjendjen e papunësisë në Kosovë. Madje 83 vjeçari alarmon se për një kohë të shkurtër nuk do të mbetet asnjë i ri në vend, vetëm të moshuarit. E dinë edhe ata të nalë që për shka po dalin. Edhe ata të nalë që për nërojnë herë një, po rrinë kamas po shkojnë, edhe ata dinë për shka po dalin. Po sërrijet për rogë këto, se po duhet me hangë, që është që lëksuzi jo bo. Për para s'kemi pas si lëksuzi. Edhe popullë kanë pak ma pak. Ta shiri se trova për din shka on jetesa. Së do me nejtë pa, së ka që, të na po vjedhen vëlla. Me dhije që vjedhen se s'ka në tarne. Pa punësia mollë. Fajnë e kanë ata prana, e kanë hup krejt. Këtë fabrika s'ka, s'kia s'ku punësosh as. A ka në fabrikë Kosovë në konë? Qëtetit du me honë. Po i merë privatniki dhe dëmë të punëtore qertë, ku më shku qertë? Unë këmë punon për zara 1.000 kusë punëtori ka pas firma jame. 12.000 punëtori ka pas Rami Sadiki. 12.000 punëtori një firmë e Kosovës. Udhëhecat janë se cëllë që po henë po vjela për veti. Se cëllë që po henë po vjela për gjep vetin. E se janë të këshyrë asë për pensionera, asë për invalid.